Ai zotin, o dritan, po të duket njësoj të Shqipëria sot me atë që ishte para 12 vitesh? Po çfarë duket njësoj për shembull për Krishtin? Çfarë të duket njësoj? Do më thuash ujë? Për shembull, do më thuash ujë të duket njësoj? Po që kishte vetëm 4 zona urbane që furnizoheshin me ujë 24 orë dhe sot ka 43 zona urbane dhe 98 zona rurale, të duket njësoj? Çfarë të duket tjetër njësoj? Të duket energjia njësoj? Që ishte hap e gjenerator, Tirana, se nuk po të llogarisë Shkodrën e Vlorën, që zhyteshin në errësirë totale në mes të dimrit dhe ishte gjëja më normale në botë. Dhe gatuanin me furnela me vajguri, darkën. Do çfarë? Ku do të cekim? Ku? Do të prekim dhe rrogat me që thua në fund muajit s'po bën problem. Do t'i prekim pagat. Që ishte 370 euro paga mesatare në sektorin publik dhe sot është 1000 euro. Apo që ishte 320 euro paga e përgjithshme mesatare, sot është 830 euro. Çfarë do të bëjmë? Po them që nuk ka akoma shumë për të bërë dhe prandaj jam këtu dhe prandaj po them që duhet mandati 4 me se s'bën për të vazhduar punën. Po çfarë po më thua ky popull? Çfarë të ka bërë ty ky popull? Si e gjykon ti këtë popull? Ky popull të jep ujin mbi shlugës ty, mua dhe kujt të thuash ti, më të bukurit. Dakor? Kush e në vlerëson këtë popull nuk kupton asgjë. Dhe sa për Tallavani është se kjo puna Tallavas u bëj çik si shumë qesharake. Për çfarë Tallavaj e fjalë? Ti për shkak. Për çfarë? Cila ishte Tallavaja aty tek takimi i madh që ne bëm Shehes Skënderbej, këngët më të bukura shqiptare. Në fakt unë nuk jam aq modern sa ti, dritan, dhe sa Albana Vokshi për shembull, nuk jam. Juve jeni shumë modern. Juve jeni shumë modern, dukeni që në portret që jeni për revistën Vogue. Nuk jam unë ja këto kam. Këngët popullore më të bukura, këngët qytetare më të bukura shqiptare. Ndonjë këngë italiane, ndonjë këngë tani më të ndalë nga moda të kohërave të arta, këto kam. Nuk vjen keq. Por populli do të tregoj ty në 11 maj se sa gabim je. Ja, urdhë, Jashar Berisha. Ti fakt që nga pseudonimi që ka zgjedh, i papërshtatshëm për të hyrë në bisedë. Popull dele që duron hajnin për 12 vjet. Urdhë çfarë bisede. Edhe Jashar Ujku. Popull delja, Jashar Ujku. Ne kryeministër që s'ka program, po merret me bufa, çfarë pret ky popull nga kjo qeveri? Me 12 vjet janë tallur duke i vjedhur, duke i parzan shqiptarët nga vende lindja. Dhe emri është Table Exposy Rezin. Një kryeministër që s'ka program. Do me thënë Shqipëria s'ka program. Se ne jemi qeveria e Shqipërisë. Dhe Bashkimi Evropian po negocion me një vend pa program. Do me thënë, Bashkimi Evropian nuk di fare se çfarë do bëjmë ne në çdo sektor, se ne s'kemi program. Dhe po na thot hajde një bëhe. Ora jeni në vetë, si jeni. Ora jo program, po program të detajuar në çdo sektor. Si flisni kështu? Si flisni kështu? Merret me bufa, thot. Unë s'merrem me bufa, merrem me ty. Edhe merrem me disa si ju këtu që bëni këto komente sepse respektoj
absolutisht respektoj të drejtën tuaj për t'ja fut kot. Dhe jam këtu duke humbur kohë me ju, se nuk është kohë e humbur në fundit se kjo është detyra ime. Po çdo me thënë kjo, si mund t'jetë, si mund flitet, si mund flasi kështu, robi, 40 vjeç. Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj dhe sa vite duan që të normalizohet e folur, 40 hikën. Ja tjetri, Enver Axhamiu, nuk ju vjen turp, po për çfarë do na vi turp? Qeverisje pa ide, pa program, mirë populli me çfarë kemi të bëjmë. Në vend që të merreni me nevojat e popullit, merreni me budallallëqe. A e kupton? Enver, e shoh që një pjesë e juaj e preken shumë me 30 sekonda, 1 minutë, 2 minuta maksimumi. Në ditë që shikoni bufin e Kënedës, po atë bufin dhe shikoni çdo ditë. Prekuni nuk kam çfarë t'ju bëj, po çdo ditë kemi ta parë. Sepse e keni në krye, edhe nuk doni ta pranoni që është një buf Kënede. Nuk doni ta pranoni që ajo që shikoni ju është maska, një buf i Kënede. Nuk doni ta pranoni që jeni në Këned. Edhe, prandaj e reagoni kështu. Prandaj nuk bëni kritika, se mund të ketë 1000 gjëra për të kritikuar patjetër. Nuk jeni fare detyruar larg qoftë ju të bën pëlqeni mua ose të pëlqeni Partinë Socialiste. Fare. Por me të biesh në këtë nivel e të flasësh të tilla është shumë rëndë situatë. Shumë rëndë. Është efekti i bufit mbi ju.